Në studio jemi me Idajet Beqirin, avokat. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit që erdha. Faleminderit për ftesën edhe urimet më të mira për juve. Jam i bindur që do t'ja dilni shumë mirë, sepse keni me të vërtet profesionistë shumë të mirë këtu në këtë podcastin tuaj. Atëherë ju jeni kundërshtari numër 1 i Sali Berishës dhe Ilir Metës. Po, problemi është nuk jam si individ, do më thënë, se nuk i duroj do të si individ këta persona, por janë persona që realisht prej një kohë shumë të gjatë, këta kanë qenë detyra tepër të rëndësishme në Shqipëri dhe që në vend që të punonin në interes të kombit tyre, të popullit tyre, në vend që të justifikonin ato detyrat larta që i kanë dhënë shqiptarët, sepse kanë votuar për ta, ata faktikisht e kanë shpërdoruar në mënyrën më skandaloze besimin e popullit dhe i pari, domethënë Sali Berisha e sundoi opozitën e këtij vendi në vitet 90, pastaj e mori pushtetin me ndihmën e agjenturës serbe edhe e bëri Shqipërinë një vend që s'kishe ku ta kapje, domethënë nga një vend me një industri të jashtëzakonshme të madhe, edhe një vend që i kishte thuajse të gjitha gjërat, por i kishte të centralizuar, se ekonomia ishte centralizuar atëherë, dhe në një vend që i shkatërroi të gjitha dhe e çoi në nivelin 0. Përjedhoi, i shkaktoi Shqipërisë dhe shqiptarëve një dëm të pallogaritshëm, jo vetëm në pikpamja, domethënë goditjes fatale që u dha në ana psikologjike, por edhe i çoi rrugëve të botës, sepse duke i shkatëruar 535 fabrika, uzina, kombinate, duke i shkatëruar ushtrinë këtij vendi, forcat e armatosura, duke e bërë gjithë industrinë e këtij vendi për skrap dhe duke e shitur, domethënë, në Malin e Zi apo në Serbi, gjithë atë potencial të jashtëzakonshëm ekonomik që ishin vënë me gjakun dhe me dirësen e shqiptarëve, pra duke i përvetësuar ai dhe banda e tij, atëre shqiptarët u detyruan mbi 2 milionë ca shqiptar të emigronin, të ikrin nga Shqipëria, ta braktisnin atë dheun e tyre dhe ikja nga Shqipëria është bërë me mjete me të vërtet tragjike, sepse doni një jetë më të mirë në Greqi, por duke mos patur viza, duke mos patur letra, shkonin për malet e saj dhe ngelin në të borë, kush e di sa të vdekur e të ngrirë ka në malet e Greqisë nga shqiptarët, dhe që edhe sot nuk u gjendet ku i kanë eshtrat e tyre familjarët, sikurse nuk mbarojnë të mbyturit në detin Adriatik edhe në detin Jon, duke marrë edhe gomonet e tjera me radhë në sajt kësaj politike vrasësare të Berishës. Kështu që një person i tillë që u bë president i vendit dhe që postin e mori dhe e vuri në shërbim të një vendi jo mik të Shqipërisë, siç ishte Serbia, dhe jo mik të Shqipërisë, siç ishte Greqia, dhe i shiti interesat kombëtare, dhe më pastaja me bashkëpunëtor të tij Ilir Metën, dhe që nuk lanë krim dhe korrupsion pa bërë nga ky, në këtë vend, me privatizime kriminale, i dhanë naftën e Shqipërisë të huajve, edhe vetëm përfituan këta 2 persona prej saj, i dhanë pasuritë e tjera minerale, krome të tjera të huajve, dhe asgjë nuk përfitoi Shqipëria dhe shqiptarët, vetë xhepi tyre përfitoi, që privatizuan në mënyrë kriminale bankën e Shqipërisë dhe që prej saj edhe prej atyre aseteve që u dhan falas, domethënë u dhan të huajve dhe përfituan vetëm ata, po jo Shqipëria dhe shqiptarët, apo edhe prej privatizimeve të tjera të hidrocentraleve që sot në Shqipëri të paktën vetëm ato 4 hidrocentrale që i mori turku, privati turk, ato, më thënë, i jepnin vit për vit Shqipërisë dhe shqiptarëve 40 milion euro. Dhe këto 40 milion euro
mban Turku 30 milion dhe 10 milion ende ja jep familjes Berishës edhe familjes Ilir Metës. Kështu që në këtë aspekt, domethënë, lufta kundër tyre është lufta për të mbajtur gjallë në kuptimin e mirë të fjalës atë që në këtë vend nuk duhet sundoj krimi, që krimi duhet luftuar dhe që këto pasuri që këta i kanë grabitur popullit, minimumit i kthehen, sepse nuk do Shqipëria dhe shqiptarët burgosjen e tyre të përjetshme, se nuk u hyn asnjë në punë nga burgosja e tyre përjetshme, por në punë u hyn që pasurit ku i kanë, edhe që i kanë bërë asete, edhe që i kanë në bankat e huaja, edhe në bankat e Shqipërisë, të paktën këto pasurit i kthehen buxhetit shtetit, u kthehen Shqipërisë dhe shqiptarëve. Kështu që kjo është lufta ime kundër këtyre si ish funksionar të lartë shtetit dhe që kanë bërë dëme kaq të mëdha shtetit. Për këtë shkak, domethënë, edhe si profesionist që jam, si avokat që jam, duke i njohur edhe në pikpamja ligjore, edhe në pikpamja se kush e shprov e të tjera, kam quar në SPAK për të dy këta persona 25 kallëzime penale për afera nga më të rendat korruptive, duke filluar nga vjedhja e Floririt Krabës, që e kanë bërë të dy këta persona në 97-ën në Mars, Sali Berisha dhe në fundin e vitit 1999 Ilir Meta, gjysmë tjetër të Floririt, dhe deri pastaja të vrasjet e Tropojës, posaçërisht 8 vrasjet e Haklajve nga Berisha dhe organizata e tij kriminale për 21 janarin, të cilin tashme po i vjen, domethënë, i ka vajtur litarin në fyt Sali Berishës, sepse ja çoi litarin në fyt për të përgjigjur si organizator edhe si urdhërues i atyre vrasje, asaj masakre të 21 janarit, edhe nga kolegji penal i gjykatës së lartë, por edhe nga gjykata e Strasburgut, dhe duke vazhduar me aferat e tjera të mëdha, me privatizimin kriminal të Armos, me privatizimin kriminal të Alpetrolit, me një ser privatizimesh të tjera, me vjedhjen e disa bankave, posaçërisht vjedhja e bankës Shkodrës dhe Tropojës nga Berisha, dhe që një pasuri e jashtëzakonshme financiare u fut në familjen e tij në këtë kohë, dhe me radhë pasaj për një numër të konsiderueshëm krimesh të tjera. Besoni se SPAK do t'i çojë këto procese deri në fund, si për Metën ashtu për Berishën? Problemi është që SPAK ishte shpresë e madhe për Shqipërinë, edhe SPAK realisht nuk e filloi keq këtë punë, u dha këtë shpresë shqiptarëve, sepse më në fund ne pam në këtë vend që pushtetarë të lartë, ata që ishin të pandëshkueshëm dhe që nuk e imagjinonin dot kurrën e kurrës të vinin në dyert e prokurorisë apo në dyert e gjykatës, qoftë edhe si dëshmitar për të dhënë një dëshmi, lere mesit të pandehur, më në fund u vunë rresht edhe filluan që të shkojnë edhe me akuza konkrete. Bie fjala, ai Berish që bëri 21 janarin, ai nuk pranonte kurrën e kurrës bile ekzekutorët e 21 janarit, në vend që të ja jepte drejtësisë që t'i hetonte edhe të mbanin përgjegjësinë ligjore për vrasjet që bën si ekzekutor, nuk e çonte dot veten ai atje, se ai ishte urdhëruesi dhe organizatori, po të paktën të linte këta bashkëpunëtorët e tij, të linte ekzekutorët që ti nënshtroheshin hetimit, përkundrazi. Ai mori grisi urdhrat e arresteve të prokurorisë dhe të gjykatës asaj kohe, duke rrëzuar pushtetin gjyqësor e duke e shkelur me këmbë, dhe i dekoroi këta ekzekutor, madje i mbajti edhe në zyrën e tij atje në kryeministri me ushqime, me fjetje e me gjitha, vetëm që mos i arrestonte prokuroria. Kështu që ky, domethënë, person që ishte i tillë edhe kishte një fuqi të tillë, ky person sot po vete, domethënë, me një këmbë, thot populli, para SPAK-ut, javë për javë, paraqitet atje, edhe heq mungesën, sikurse edhe po përballet me gjykimin e parë që i nisi të korrupsionit,
dhe që kuptohet në malin e madh të krimeve që ka kryer ai, është thjesht një gjethe ajo e kompleksit Partizani, po gjithsesi është një korrupsion shumë i rënd që tregon se si e ka shfrytzuar pushtetin. Domethënë, merr një pasuri 500 milion euro që i jeshet gjithë shqiptarëve, pasuri kombëtare, kompleksi Partizani, me godinat e me truallin e me gjitha, dhe ja jep vajzës ti, dhe ndrit ti, ja jep vetes ti, dhe me një vendim të Këshillit të Ministrave, duke bërë bashkëpunëtore mjaft ministra të tjerë duke i futur në krim edhe ata, edhe si pa gjatë keq, sikur ta kishte mallin e vet, dhe për këtë ai po përgjigjet, por jam i bindur që do përgjigjet edhe për krimet e tjera. Kuptohet, s'pak më shumë e shmarr me të majtët se sa e shmarr me ata që janë kryekriminalët dhe që janë dëmsjellësit më të mëdhenj të këtij vendi, të këtij populli dhe të pasurive kombëtare, dhe që janë këto dy familje nga më të korruptuarat e Shqipërisë, familja Berisha dhe familja e Ilir Metës, sepse në duart e tyre janë miliarda dollar sot që i qarkullojnë ata edhe si parat thata, por edhe asete të ndryshme, posaçërisht vila, hotele pafund, e pat që vetëm na sekuestrimet që u bën për kompleksin Partizani duale 24 asete të ndryshme, toka e vile ku si kishte Saliu dhe familja e tij nga Holanda deri në Athinë të Greqisë, dhe këto domethënë s'pak po merret faktikisht me thërrime, nuk po merret me thelbin e krimeve në këtë vend, nuk po merret me vrasjet masive që janë bërë në këtë vend, se janë vrarë mbi 10.000 veta, edhe këtë gjak e ka derdhur Berisha me bandën e tij kriminale, duke filluar që nga 2 prilli i Shkodrës, tek marsi 97-ës, tek më pas grushti i shtetit që bërin 98-ën, edhe atje pati të vrarë, edhe vazhdoj me djegjen e gjallë që u bëri njerëzve, thjesht dhe vetëm që t'u grabiste shqiptarve ato, edhe për të bërë trafikun e armëve, edhe të barutit atje në Gërdec, dhe që 26, domethënë, i dogjit gjallë, edhe 300 e ca të tjerë ka ngelur sakat sot në djegjet që pësuan në atë vend atje, dhe me radhë pastaj krimet e tjera, të cilat nuk kanë marrë, edhe ende nuk po marrin rrugën e duhur, ndëshkimin e duhur, kurse SPAK-u nuk po i afrohet këtyre krimeve të rënda, nuk po i afrohet këtyre vrasjeve, nuk po i afrohet dot grushtit shtetit të 1998-ës të 14 shtatorit, nuk ju afrohet dot, edhe po rri ende larg ka Afrikë e shtmeruar në 21 janari, akoma nuk po i shkon atje ku duhet, nuk po i afrohet Gërdecit, po merret me Fatmir Mediun, po vetëm me të edhe po mundohet ta shmangi sa të mundet Shkelzen Berishën, që është thelbi atij krimi me familjen e Sali Berishës, i gjithë familja u vërsul në Gërdec, që bërja të krim aq të shëmtuar sa vrau dhe Baxhanakun atje, Saliu dhe Baxhanakun e dojgjë të tin në atë aferë të rënd korruptive. Dhe ju me drejt bëni pyetjen pse, sepse Berisha, Meta, parat e pista të tyre, por edhe organizata e tyre kriminale, e cila ka vrarë për të bërë korrupsion, se bje fjala vetëm me vjedhjen e Floririt Krabës, atje kush ishin dëshmitarët e kush ishin ata që e muarën Floririn e Krabës, edhe një pjesë e çuan në Zvicër, dhe një pjesë e çuan në Selanik, edhe një pjesë e çuan në Durrës, dhe që ende sot në Durrës shitet Floriri i Ilir Metës atje, 4 prej tyre nuk janë sot, nuk rrojnë, u ekzekutuan edhe në moshë të re. Po, Ilir Meta banda e tyre kriminale, Sali Berishës dhe Ilir Metës bashk, sikurse ata që bën aferën e Çesdis, ai që bëri Ilir Meta, dhe që të mos zbuloheshin rrënjët e krimit të tij, dhe parat që ku i çoi faktikisht ato të Çesdias edhe Floririn e Krabës, që e bëri deri dhe blerje miniere në Kongo, apo në bankat e Kongos, me llogari bankare atje, a ju përpoq ambasadorin ambasadorin ton që kemi patur atje në Çeki e zhduku, edhe ikuaj nuk u mor vesh si vdik, edhe ata që kanë patur dieni për këto
sot nuk u gjenden, domethënë, o janë të zhdukur, o nuk u gjenden kockat. Kështu që në këtë aspekt, duke i ditur këto gjëra SPAK, dy gjëra ka tashme, ose është i bler, ose janë frikacak. Dhe këto dyja që po them unë, i ka konfirmuar edhe ambasadorja amerikane kur ishte këtu. Dhe ambasadorja amerikane kur e beri analizën e SPAK dhe i vlerësoi ato pakarritje, por nga ana tjetër tha, kur nuk i veten në thellësi këtyre krimeve që i kanë bërë gjemë në këtij vendi, këtyre krimeve që realisht nëse ndërshkohen si duhet, edhe në rast se vemi tek pasuritë edhe tek vjedhjet e renda të këtyre që i kanë kthyer dhe i kanë depozituar në banka të huaja, apo i kanë bërë asete edhe në banka të huaja, sepse kur them asete nuk janë prava ato që në qendër të Londrës, në pjesën më të pasur të Londrës, atje rreth 1 miliard euro i ka pasuri sot Ilir Meta, dhe që i ka vendosur në emra të ndryshëm, deri dhe në emra këngëtarësh apo këngëtaresh atje, dhe të vijet dhe që ti marri edhe të vinë edhe të t'i kthehen buxhetit shtetit dhe të bëhen pasuri për Shqipërinë dhe shqiptarët. Pra, i din këto gjëra, edhe SPAK-u i di, por dikush ka frikë, dikush ka përfituar prej ofiqeve që i ka dhënë Berisha në kohën e vet, edhe vajza e vet, Argita Berisha, e cila ka bërë rolin e drejtores së kuadrit edhe në prokuroritë e Shqipërisë, edhe në gjykatat e Shqipërisë, sepse ajo e mëronte dhe çemëronte, ajo të ngrinte në përgjegjësi, ajo dhe të shkarkonte, po të donte, dhe i kishte vënë rresht gjykatat e Shqipërisë për interesat e familjes saj, të miqve të saj, edhe të korruptuarëve të tjerë. Kështu që në këtë aspekt tash nderi me nder thon, na bëri nder që na ka mbajtur në detyrë, apo që na hoqi nga Saranda, nga Tropoja, na Kuksi e na prurin Tiranë, atëre unë tani mundësin kam që t'i zvarris sa më shumë këto procese që janë hapur kundër Berishës, duke filluar me vrasjen e Remzi Hoxhës, me vrasjen e Trebickës, edhe me gjithë to krime edhe afera tjera që unë ju përmenda juve. Kështu që kjo është arsyeja që SPAK përsëri është i kapur nga dy gjëra që thash, në Afrika ose edhe që janë të korruptuar, që edhe paguhen edhe për të mos punuar dhe për mos ta bërë detyrën ashtu siç duhet. Por është e përkohshme, sepse jemi të bindur që edhe faktori brenda vendit, pra shqiptar po ndërgjegjësohet, po përgjegjësohet, edhe po din me çfarë gjuhë të flasin, dhe ata flasin edhe me rrjetet sociale, ata flasin edhe në për emisione të ndryshme, edhe në ato që organizoni edhe ju vetë, qofshin edhe këto biseda të tilla e intervista të tilla që ndikojnë për ta ndërgjegjësuar opinionin këtu brenda, plus që Shqipëria në Bashkimin Evropian nuk mundet, domethënë do të jetë në Bashkimin Evropian, por do të jetë duke u vetpastruar derisa të vemi në nivelet e vendeve të tjera, dhe nuk do na lejoj askush që të mos i kemi të zbuluara këto krime të rënda që kanë ndodhur, këto afera të rënda korruptive që kanë ndodhur, edhe pa i ndëshkuar këta kriminalë që kanë bërë gjemër Shqipërisë. Ju shpesh flisni për Berishën dhe Metën, por rrallëherë flisni në të njëjtën gjuhë dhe për Ramën. A mund ta konsideroni veten mbështetës të Ramës? Po, jam mbështetës i Ramës dhe nuk e mohoj një gjë të tillë, po pse jam unë mbështetës i Ramës? Jam mbështetës i Ramës edhe debatet më të fuqishme që bëj edhe me disa analist, apo gazetar, apo edhe politikan të ndryshëm në këtë vend, ajo, domethënë, që unë nuk mundet ta pranoj dhe që nuk e duroj dot, dhe aty, domethënë, edhe tonet e zërit i ngre, është kur barazojnë Sali Berishën me Edi Ramën. Nuk ka shëmtim më të madh, dhe ju e pat që drejt shëmtimit shkoj, derisa degeneroi në dhunë të tillë të papar, sot ajo protesta atje që nisi si qytetare, po përfundoi kriminale, sepse gjakosi shtetin, jo vetëm sot, po edhe disa, edhe një
pak ditë më parë e gjakosi policinë e shtetit, kjo e ashtu quajtur protest aty në bulevard, kur thonë Rama në burg, Berisha në burg. Kjo është një parull që e nëzit vetë Sali Berisha. Ai do të veri shenjën e barazimit midis krimeve të paimagjinueshme që ka kryer ai kundër vendit, korrupsionit të paimagjinueshëm që ai ka bërë në këtë vend me familjen e vet, që nuk ka lënë cep të Shqipërisë pa e plaçkitur e pa e vrarë, dhe e barazon veten me do ta barazoj veten me Ramën. Domethënë, të digjet i thati me të njomin. Nëse e mbrojmë, e mbështesim, e inkurajojmë Edi Ramën, një gjë të tillë e bëjmë, sepse e dim që në 2013 ai e mori Shqipërinë në zero, ishim në faliment dhe e ringriti institucionet, të cilat kishin rënë, bëri reformën, realisht e bëri reformën në drejtësi, dhe që u futaj procesi vettingut, të cilin edhe kritikojmë, edhe ka vend për kritika shumë të ashpra bile ndaj tij, se nuk e bën detyrën ashtu siç duhet, por gjithsesi e pastroi gjysmën e sistemit gjyqësor nga ata prokurorë dhe gjykatës të korruptuar, të cilët çdo çështje e zgjidhin duke futur duart në xhepat e qytetarëve shqiptar. Dhe po mos kish gjetë xhepi, ti nuk e fiton një dot drejtën tënde. Dhe në këtë aspekt u bën ndryshime të rëndësishme. Në rast se më parë nuk kishim një ministër që të thirrësh si dëshmitar, jo me që të merresh i pandehur e të vinte në burg, kurse pas 2016 që filloi reforma në drejtësi, ne pam që u vunë rresht ministra, deri dhe ish kryeministri që u dha arrest shtëpie, apo deri dhe ish president vendi që i dha arrest në burg, që kur nuk imagjinohesh dot më parë një gjë e tillë, tregon që ndryshimi ishte jashtëzakonisht i madh. Dhe pastaj kur pam që po ky Edi Ramë, frutet e punës cilit ne i pam në Tiranë, kur e mori Tiranën nga një vend që sikur ishte zhvilluar një luftë botërore këtu, na qoskat, na papastërtit, na llumi që kishte mbytur gjithë lanën e tjera, dhe që e bëri një kryeqytet të barabartë sikur ishte në një vend të zhvilluar europian, dhe pastaj kur erdhi kryeministër, kështu i bëri të gjithë qendrat e qyteteve të Shqipërisë. Pra u dha tjetër fytyrë kur filloi që të bënte atë infrastrukturë që të ka lezet shpirtin, kuptimin e vërtet fjalës, sepse nuk vinin do të Berat se s'kish rrugë, nuk vinim do të Pogradec, sepse ishte rruga për faqet zez, edhe mbytur me qoska, i kishte humbur vula, liqenit ishte bërë vetëm baraka edhe WC dynjaja, apo lumin e Vlorës që e ka bërë atë rrugën e lumit Vlorës, që askuj nuk ja merrte mendja, sikur edhe sistemi centralizuar të diktatur nuk mund të arrinte dot të bënte atë rrugë që është bërë dhe që të nxjerrë në Qeparon në Vlora, apo edhe mjaft ndërhyrje të tjera. Do të vinje me kuaj në veriun e Shqipërisë, në Vermosh, por tani makina atje dhe mjetet e tjera dhe infrastruktura rrugore është bërë deri në kufi që kemi atje me Malinezi, apo Valbonën që nuk e shijonim dot, edhe e çoj rrugën Valbon, sikur se çoj rrugën Theth e tjera me radhë. Pra, ndryshimet janë të jashtëzakonshme dhe kush ka sy i shikon, dhe nuk e shkriti zeri smur. Nuk ka gjë më të madhe për një vend që nuk vinin as 100.000 turistë kishim, për edhe ata që vinin do t'i vrisnim në Theth, e nuk do i gjendeshin eshtrat me, se do i grabisin hajdutët e Shqipërisë, sepse s'kisha as rend as gjë. Sot vinë 13 milion turistë nga e gjithë bota, e shbër aeroporti i Rinasit, që kishte vetëm 3 fluturime në muaj, edhe e shbër tashme që vetëm kush nuk ka sy ta shikoj atëre të tëra, këto janë arritet jashtëzakonshme, dhe një njeri tillë, pra një burr shteti tillë që arrin të ndërton marrëdhënie të tilla ndërkombëtare, sa bëhet Shqipëria kaq e vogël, një vend kaq i vogël në këtë pjesë të Ballkanit perëndimor, sigurisht në një superfuqi në kuptimin e vërtet fjalës diplomatik,
sepse merr edhe drejton sigurimin OKB-s atje, Këshilli i Sigurimit, apo që drejton ose bën një vend i vogël siç është Shqipëria, apo që bën një politikë të tillë të jashtme sa gjithë kryetarët e shteteve të botës 48 ishin ata që vinë bëjnë samite në Shqipëri sepse e konsiderojnë vend stabil, vend me kushte, vend qytetëruar, vend që vetëm afron mirësi, afron mikpritje e tjera me radhë, të gjitha këto duhen vlerësuar te ky njeri dhe prandaj edhe duhet mbështetur. Dhe prandaj edhe i hapi të gjitha kapitujt për në Bashkimin Evropian, 3 i mbylli dhe që brenda 2027 do t'i mbylli të tjerat me qëllim që në 2029-2030 Shqipëria të bëhet vend i Bashkimit Evropian. Çfarë tjetër duam ne nga një kryeministër? Apo duam kryeministrin t'i themi Edi Ramës tani, ti je baraz me Sali Berishën, sepse nëse Saliu bëri 21 janarin dhe vrau, ti s'ke vrarë një zok. Ti do të shkohesh sot e do quhesh baraz me Saliun, sepse ti nuk i do gjithë gjallë njerëzit atje në Gërdec. Edhe derisa nuk e djegur njeri atje, nuk je normal. Atëherë ti nuk je normal se s'ke vrarë Remzi Hoxhën. Nuk je normal se nuk vrave Sokol Oldashin, nuk vrave Trebickën, nuk vrave prokuror Hanën, atje thjesht dhe vetëm që të mbyllje krimin tënd për zhdukjen e Remzi Hoxhës, nuk vrave 200 djem atje të Tropojës, 8 prej cilëve vetëm në një familje, në familja Haklaj e tjera. Nuk e grabitur ti, nuk privatizove ti hidrocentrale t'ja jipje Turkut, apo naftën t'ja jipje kinezit e tjerve me radhë, kujtja dhe industri e naftës e tjera me radhë. Atëre, për këtë do vjetë shenjë barazimit, kurrë në kurrës. Prandaj dhe e mbështesim dhe duhet ta mbështesim Edi Ramën pikërisht për këto gjëra, edhe e konsideroj, domethënë e konsideroj normale, e konsideroj detyrë adhetare, detyrë shqiptare që ta mbështesim. Por jo të gjithë mbështesin, qytetarët janë dita e 55 që protestojnë kundër Ramës, edhe kisha një pyetje tjetër të lutam. Kur bëni akuza të tilla për Berishën dhe Metën, ku bazoheni? Bazohem në prova, bazohem në fakt, dhe këto nuk i them rrugës, po sikur se u thash juve, i kam thënë atje ku duhet në SPAK, edhe kam formësuar dosje për gjitha këto që u thash juve, kam formësuar dosje, edhe janë proces hetimor, këto në SPAK-u. Pra, formësova dosjen e 21 janarit, e çova ku duhesh, e fituam gjyqin, isha avokat i familjeve të 21 janarit në kolegjin penal gjykatës lartë, sepse SPAK-u nuk e filloi çështjen penale, ma refuzoi, e hodhi poshtë kallëzimin që bëm dhe e çuam shkallë të parë të gjyqësorit atje gjykatës posaçme na i hodhi poshtë, e çuam në apel na i hodhi poshtë, kolegji penal gjykatës lartë i prishi tëra këto vendime, i thot SPAK-ut hetoje, sepse është një krim shtetëror edhe çohet deri në fund të. Dhe të tëra çështjet e tjera, edhe për vrasjet e Tropojës, nuk janë akuza këto që hidhen rrugës, po kanë formësuar dosjen, duke thënë cili është roli i Sali Berishës në këto vrasje, cili është roli të tjerëve, kush janë të tjerët që kanë bërë ekzekutimin e tyre, edhe çfarë lidhje kanë patur ata me Sali Berishën e tjera me radhë, me prova, me fakte, me dëshmitar, me tjera. Të gjitha pa përjashtim, nuk i kanë bërë me shpifje, nuk i bëj me hamendësime, por çdo gjë që e them dhe dokumentoj me dosjen përkatëse. Dhe dosjet janë faktikisht sikurse ju thash në SPAK. Pra nuk janë akuza të pabazuara, nuk janë akuza në erë, nuk janë akuza politike, siç bëjnë këta, që thonë Rama është i korruptori më i madh i shekullit. Rama po shet Shqipërinë e tjera me këto, pralla që nuk i dëgjojnë edhe tallën dhe fëmijët e kopshit me këto, jo me ata që kanë një logjik, sepse logjika më minimale është e ka shitur Shqipërinë, po merre dosjen, formësoje, qëndrise me prova e tjera, çoja SPAK-ut dhe SPAK-u do hetoj. Merre dosjen e korrupsionit pas ka bërë me tjetër kënd, formësoje, çoja atje të marrësh përgjigje. Kështu që siç po marr përgjigje unë për dosjet e tjera, siç morëm për kompleksin Partizani, siç mora përgjigjen për njërë nga krimet për pastrim parash
që i bëra Monika Kryemadhit dhe Ilir Metës për ato operacionet e famshme të tyre që 289.000 euro vetëm që të rregullon dhe surratin e vetë Monika edhe veglat e Ilir Metës harxojnë, i merren buxhetit shtetit e tjera me radhë dhe që janë proces tani dhe po jetohen edhe po gjykohen për këto krime, kështu të bëjnë dhe ata tjerë që mund të kenë për Edi Ramën e tjerët. Kështu që në këtë aspekt e kam fjalën, nuk jam njeri fjalëve, nuk jam njeri i shpifjeve, po jam njeri i profesionit, të cilin e respektoj në maksimum dhe e di kush e shkrim dhe kush nuk është. Ndërsa për asat që më thatë për protestën, ky vend ka halle dhe është e vërtet. Pse? Nuk e mohoj dot as unë dhe as kush tjetër që pagat ende janë të ulta. Që ende në Shqipëri pensionet janë qesharake të këtij vendi dhe ka probleme në këtë drejtim. Që çmimet janë të larta, edhe që ka probleme në këtë fushë, e tjera me radhë. Por të gjitha këto i zgjidh protesta e cila nuk i thot qeveris, jep dorëheqjen edhe Raman burg e Berishan burg, nuk vesh shenja tilla barazimi, por i thot qeveris korrigjoj këto gjëra, edhe i thot qeveris korrigjoj shërbimet, edhe një protest e pastër qytetare jep dhe reflektime, se bie fjala, qytetarët shqiptar ankohen sot për problemet e pronësisë, që nuk po kompensohen, ose nuk po i fitojnë të drejtën e pronësisë, megjithëse letat i kanë, edhe sorollaten në për agjensinë e trajtimit pronave apo në kadastër e të tjera. Por ata që kanë sy, me njëherë edhe vesh që dëgjojnë, ata me njëherë e pan reflektimin në këtë aspekt, kysh dje, del ministri i drejtësisë edhe thot, drejtori i përgjithshëm i agjensisë trajtimit pronave, ditën e mërkurë, çdo ditë mërkur, me gjithë stafin e vetë që merret me këtë punë, do presi gjithë qytetarët e këtij vendi që kanë probleme të kësaj natyre, që kanë ankesa të kësaj natyre dhe do zgjidhen problemet. Ditën e njëjtë thot problemet e kompensimit, kur nuk është kompensimi i drejtë. Dhe këto korrigjojnë në qeverisje, këto japin efekte. Të tillë njerëz, të tillë qytetarë që bëjnë kërkesa të tilla, domosdoshmë do marrin përgjigjet e duhura, por kur ti fut agenda politike në protest, e kur ti thua që barazon krye kriminalin me viktimën, i bën bashkë të dy ata të thatin me të njomin, kur ti thua t'japi ngrihesh edhe merr arkivol në protest, apo bën hallvën në protest, apo gjakos 6 polic e vret shtetin sot, e gjakos shtetin tënd sot atje në atë protest, ata 150 vetë sa ishin sot, këto janë akte kriminale që nuk i duron një popull tërë dhe kupton që këtu ka tendencë, edhe kjo tendencë, domethënë, është e inskenuar, është e hartuar, është e paguar dhe vazhdon të pagohet në qarqe që duan një luftë civile në Shqipëri, që duan një 97 tjetër në Shqipëri. Atëre, me këtë lloj proteste nuk mund të pajtohen Shqipëria edhe shqiptarët. Nuk ngatërohet këtu kërkesat që un kam, sociale, ekonomike e të tjera, me agenda të rënda politike që tiki ky, sepse një kuvendi im që janë aty 2000 veta, këta 2000 veta do zgjedhin qeverinë teknike. Po këta 2000 veta janë lagja, e kam thënë unë, një lagje e vogël e Laprakës. Një lagje e vogël e Laprakës. Po gjithë Lapraka, po gjithë kryeqyteti i Shqipërisë, janë për qeverisjen, çfarë do bëjmë që do ecim në gjurmët e këtyre 200-ve, sa do të fuqishëm të jem këta, në asnjë mënyrë. Në fundit, demokraci do të thotë vot. Në rast se ti pretendon që ka ndryshuar raportet të vend, formo partim politike, dil në zgjedhje, mate forcën tënde, merr votat e popullit në qeverisë. Herdhën zgjedhjet e pushtetit vendor. As një vit nuk ka ngelur, 9 muaj. Pas 9 muajve kemi zgjedhje. Provoj vetën tënde. Fito edhe dil. Por nuk mund të diktojnë dot, qoftë edhe 50.000 veta, të diktojnë 1 milion që ka kryeqyteti i Shqipërisë, apo 3 milion shqiptarët. Jemi kundër neve rrëzimit qeverisë, në tjerët, populli masiv, do më thënë, kundër. Atëre, ne do vemi të kjo pakica, ne do vemi të Hamasi i Saliut, që gjakos
policët edhe shtetin në asnjë mënyrë. Kështu që protesta tani ka degeneruar dhe protestën momentalisht e kanë marrë në dorë agjenturat e huaja që po luajnë me të cilat nuk duan zhvillim turizmit në Shqipëri, të cilat nuk duan që Shqipëria të futet në Bashkimin Evropian dhe prandaj e bëjnë pikërisht në kulmin e sezonit të turizmit dhe po jep pasoja ky veprim që ata po bëjnë, po jep pasojat negative dhe ndaj elementeve të tillë kurrë në kurrës nuk i ngatrojmë neve me qytetarët dhe me protestat qytetare. Cila është dosja që duhet hapur urgjent nga SPAK? SPAK urgjentisht duhet të çojë në gjyq sepse e ka gati krimin e rënd shtetëror të Sali Berishës me 21 janarin. Urdhëroi vrasjen e qytetarëve shqiptar, vrasjet masive dhe masivisht u qellua. 4 ngelen të vdekur, 70 e ca të tjerë ngelen të plagosur rënd, sepse për fatin e tyre edhe i ndihmoi Zoti nuk e morën plumin atje ku e morën ata 4 që vdiqën. Kjo masakër shtetërore që u bë kundër demokracisë, kundër lirisë së fjalës, duhet marrin ndëshkimin e dur dhe që tregon atë që çfarë bën një njeri i papërgjegjshëm kur vjet në krye të shtetit. Domethënë, ai vjen që t'u vinë ndihmë qytetarëve, që t'i progresoj ata, që ta zhvilloj vendin, ekonominë e tjera me radhë, dhe që ta bëj vendin të lullëzuar në kuptimin e vërtet të fjalës, ta bëj vendin evropian, ta fusin Bashkimin Evropian. Në vend të këtyre, urdhëron që për të bërë korrupsionin e lehtë, sepse ju ngritët kundër korrupsionit i Ilir Metës, që u zu me presh në dorë me 700.000 euro në dorë të vjedhura, edhe pse u ngritët ju kundër kësaj unë vras. Domethënë, ky është monarku jon, i plot fuqishëm, ky na i pas ka në dorë neve, që edhe na vjedh, edhe na grabit, edhe na vret. Kështu që në këtë aspekt, ky krim duhet dënuar i pari, duke u dënuar ky krim i 21 janari dhe duke shkuar në burg të përjetshëm Sali Berisha për këtë krim të rënd që ka bërë, atëherë SPAK-u duhet vazhdoj edhe me të tjerët dhe pastaj ky vend do qetësohet, ky vend do filloj të paqtohet. Në këtë vend do fillojnë të vinë edhe ata që kanë ikur nga politikat e mbrapshta anti-shqiptare, çfarrose të atij sistemi të kalbur që ndërtoi Berisha me kompaninë e tij. Ku ndodhen sot hetimet për dosjen Haklaj? Është një dosje që të paktën ka 3 vjet që po vazhdojnë hetimet, dhe janë bërë goxha hetime, por foleja e grenzave, siç u thash juve, është e rrezikshme, edhe këtë rrezikshmëri e ka më shumë familja Berisha dhe Berisha si urdhërues i tyre. Kuptohet, ka dhe vështirësitë veta, se një pjesë e ekzekutorëve nuk janë më në jetë sot, sepse edhe ata kanë ngrënë plumbin edhe kanë shkuar me të shumtit në shenjë hakmarrje, por çështja po hetohet dhe në dijenin time, edhe si avokati i familjeve Haklaj, 2 procese të mëdha që janë hapur në këtë drejtim dhe që po bën hetime SPAK, janë thuajse drejt zbarjes së plot, sepse ata që kanë qenë dëshmitar okular dhe ata që kanë patur prova, qoftë edhe të pa ditura më parë, por që i kanë ruajtur derisa të vinte një ditë e mbar që të ndëshkohej krimi, se s'kishin besim në kohën që Berisha ishte në pushtet dhe që ende nuk ishte bërë reforma në drejtësi, tashme i kanë dorëzuar në SPAK, edhe këtu kam parasysh, sidomos dëshmin për vrasjet e Tropojës të disa dëshmitarve okular, po njerit posaçërisht, i cili ka ardhur dhe ka qenë, domethënë i ka parë vetë ngjarjet dhe që ka ardhur nga Franca dhe që 3 ditë me radhë, domethënë ka dëshmuar aty në SPAK, faqet tëra, kam parasysh 139 faqet kompjuterike të
deklarimeve të hollësishme, me prova, jo me fjalë rruge, të ish bodyguardit të Sali Berishës, Izet Haxhis, i cili i ka parë vetë, domethënë ngjarjet, edhe i ka përjetuar vetë, dhe ku në disa prej tyre ka qenë edhe i urdhëruar të marrë pjesë vetë në to, dhe mbi të gjitha pastaj motrat e 4 vëllezërve Haklaj dhe motrat e 2 vëllezërve tjerë Haklaj që janë kushërinjtë të parë të Cenit e Sokolit në ana tjetër këtej, për orë të tëra e kanë furnizuar SPAK me materiale të mirëfillta hetimore provash që thuajse është një po zbardhet edhe që do të marrin ndëshkimin e duhur. Ndërkohë ti edhe avokati Bleona Matës. Si qëndron e vërteta? Ajo ka ngelur ngel një mister. Një mister të cilin faktikisht e futi papërgjegjshmëria e organeve të drejtësisë në kohën që ndodhi ky krim, jo vetëm papërgjegjshmëria, por edhe ajo fryma e kohës së atëhershme që merreshin konsiderat thashethemet, shpifjet, merreshin konsiderat llafet e rrugës, dhe që bën pastaja që kriminalët të fshiheshin edhe që të mos zbuloheshin kohën e dur, duke rënduar ditë për ditë e më shumë atë enigm. Në fakt ajo është një krim i shëmtuar, i cili e zhveshur gjoja me petk moral, edhe gjoja është marrë për motive morale, për të hequr nga familja, por faktikisht është një version që kanë rënë pre ata që e kanë bërë një gjë të tillë, se vërtet është krejt ndryshe, dhe nëse ajo ende edhe sot nuk po zbulohet, përsëri ajo papërgjegjshmëri dhe ajo punë që nuk u bë në fillim, që sa ndodhi ngjarja, edhe me ata njerëz që dyshoheshin që kanë bërë këtë krim, që të merreshin në përgjegjësi penale, edhe që të përdoreshin gjitha mjetet e duhura moderne hetimore që ta zbulonin të vërtetën, ajo frym po vazhdon për fatin e keq edhe sot, edhe e pasojnë topin herë tek policia dhe e pezullon prokuroria e Kukësit, pastaj prokuroria e Kukësit ja çon SPAK-ut se thot është një akt, thot rrëmbim personi, edhe që janë përzgjedhur një grup i strukturuar kriminal dhe është në kompetencën tuaj, dhe pastaj SPAK-u përsëri ja çon topin prokurorisë së Kukësit, po problemi është që është një ngjarje që e ka një fund dhe ajo do zbulohet si është e vërteta, sepse e vërteta është me të vërtetë e hidhur. Kur them e hidhur, kam parasysh faktin që pjesëtarët e familjes janë ata që e kanë bërë këtë krim, pra janë brenda familjes dhe që e kanë bërë këtë krim, por dhe që e kanë për detyrë tashmë edhe që të zbërthehen dhe ta thonë të vërtetën. Kuptohet, ne po luftojmë në këtë aspekt, po luftojmë edhe me mjetet tjera, duke thënë që nëse do të zbulohet kjo e vërtet, do të zbulohet nga organet e prokurorisë, edhe nga policia e shtetit me ndihmën e saj, por edhe të faktorëve të tjerë, ligj zbatues që bashkëpunojnë me Shqipërinë të këtyre vendeve fqinje, atëre autorët e tyre për këtë rrëmbim që kanë bërë e kanë dënimin deri në burgim të përjetshëm. Nëse ata do të e duan veten, i duan familjet e tyre, edhe nuk duan të dërgjen në burg të përjetshëm, e kanë mundësinë ende sot që të thonë të vërtetën, të vetë dorëzohen, edhe maksimalja e dënimit për ta mund të vejë deri në 3 vjet burg. Kështu që në këtë aspekt, në tëra metodat edhe po i përdorim, edhe punën e luftën po e zhvillojmë që e vërtetë të zbardhet.
Cila është prova më e fortë që keni sot në dosjen e Bleonës? Problemi është që janë 4 dëshmitar okular ndaj të cilëve ka ngelur përgjegjësia, edhe që duhet ta zbardhin të vërtetën. Në rast se nuk u arrestuan në atë kohë, apo u mbajtën pak ditë dhe u liruan, ata gjatë kësaj kohe janë mbajtur në përgjim një pjesë e tyre dhe 4 dhëna, domethënë që e ndihmojnë procesin, sikurse njeri nga ata që u dyshua edhe dyshohet se është ekzekutor, e ka të përsëritur rastin, se ka bërë dhe rrëmbime tjera personash, pavarësisht që ai ka dalë si smur psiqik tashme, po gjithsesi edhe ndaj tij po veprohet që të merren të dhëna të duhura, plus faktit që dihen lëvizjet që ka bërë, dihen lëvizjet që janë bërë deri në Vlorë, edhe kush është implikuar në këtë drejtim, çfarë makinacione janë përdorur dhe ku është çuar e tjera me radhë. Edhe këto janë disa, domethënë, prova që po e ndihmojnë faktikisht organin e akuzës që të vazhdoj edhe mëtej edhe të thellohet edhe mëtej në hetimin e kësaj çështje. Ndërkohë kemi edhe një çështje tjetër që SPAK dërgoi për gjykim Ervis Martinaj bashkë me grupin e Shkodrës. Por Ervis Martina ka 3 vite që rezulton i zhdukur. Si është e vërteta, besoni se e kanë vrarë apo jeton? Problemi është që një person që nuk gjendet në një kohë të caktuar, ai duhet me kërkesë, pra familjarët e tij t'i bëjnë kërkesë gjykatës edhe të shpallin zhdukjen e tij, por jo thjesht dhe vetëm zhdukjen e tij, po një zhdukur me vendim gjyqësor konsiderohet i vdekur. Edhe në një rast të tillë, ai mund të ketë bërë krimet e dynjas, po çështja pushohet sepse s'kemi autorin, e kemi të vdekur autorin dhe nuk mund të ngrihen akuza ndaj personave të vdekur. Kështu që në këtë drejtim, fakti që SPAK e çon çështjen për i gjykim dhe ndaj Ervis Martinajt rëndojnë një ser akuza shtrenda dhe që sot në kërkesën që është dërguar gjykatës së posaçme gjyqtarit seancës paraprake për të vlerësuar që a janë të plota apo jo hetimet, për të vlerësuar edhe po që të plota hetimet, ta kaloj çështjen në gjyq themeli për të marrë ai grup kriminal dënimin e merituar, apo në rast se nuk janë të plota hetimet, të plotësohen e të rikthehet përsëri organit të SPAK-ut për të bërë hetime të mëtejshme. Pra fakti që e shquar çështja në përgjykim do të thotë që nuk mund askush të flasi me kompetencë e të thotë që e kanë vrarë, ose e kanë zhdukur, ose është gjallë. Askush nuk e thotë dot një gjë të tillë. Po gjithsesi ai në pikpamjen ligjore, në pikpamjen faktike të sotme, nuk mund të konsiderohet i vdekur. Çdo aludim mund të bëhet, aq më shumë kur kemi raste të praktikës gjyqësore, të shumta madje raste kur e shtengji e kanë vrarë, e streguar edhe ku e ka varrin, por që pas ka gryer lumi, edhe ka ardhur problemi pas shumë vitesh, ka qenë i gjallë, edhe ka dalë i gjallë, edhe s'ka qenë i vdekur. Kështu që edhe sot, sidomos me mjetet që ekzistojnë në fushën e mjekësisë posaçërisht, njerëz të tillë të botës krimit kaq të fuqishëm i kanë të gjitha llojet e mundësive që të bëhen të tjerë njerëz me identitet tjetër, madje edhe me gjak tjetër, madje edhe që të harrojnë edhe vetë ata çka kanë qenë e çka kanë bërë, edhe të dinë nga ajo ditë që bëhet operacioni e këtej se çfarë po bëjnë dhe që jetojnë në vende të ndryshme. Kështu që në këtë aspekt e kanë fjalën, nuk mund të themi që ai ka vdekur. Nuk mund ta themi kurrë kurrës një gjë të tillë. Pavarësisht se
çfarë provash direkte apo indirekte dalin qoftë nga familjarët apo qoftë edhe nga dëshmitar të tjerë që thonë e vran këtu dhe e hodhën det, edhe që ai zgjendet me tani edhe është e sigurt që nuk gjendet me një person i tillë. Të gjitha këto janë amendësime, aludime, derisa ai, domethënë, të konsiderohet si i vdekur me vendim gjyqësor të formës prerë. Tani unë kam dhe një pyetje të fundit për juve. Pas kaq shumë vitesh që merresh me hetime si avokat të me gjëra të tjera, a keni pasur ndonjëherë frikë për sigurinë tuaj? Në fakt, frikë nuk e njoh frikën. Jo në aspektin e trimërisë, domethënë që jam trim i madh e tjera me radhë, por në jetë, edhe jetën e kam, domethënë, të mbushur me një aktivitet jashtëzakonshëm, e kam filluar të paktën edhe do ta konsideroj një tamam si karrierë politike, se minimumi, domethënë moshën 17 vjeç të bësh sekretar i një në atë kohë i një rrethi të tërë siç ishte rrethi i Fierit, apo të ishje në byron e Komitetit Qendror të Rinisë në moshën 19 vjeçe, që gjithsej 13 veta ishin në gjithë Shqipëria të zgjedhur në të, apo drejtor ndërmarrje me 600 e ca punonjës, 21 vjeç, apo 28 vjeç kryetar gjykate nga më të suksesshmit asaj kohe, dhe këtë e them pa patur frikë që të mos tregohem modest. Pra, të gjitha këto pa përjashtim dhe gjatë gjithë jetës time i kam besuar vetëm asaj që puno me ndershmëri, puno me përkushtim, shtetin respektohe, ligjin respektohe në maksimum, mos fut dorën në xhepin e tjetrit kurrën e kurrës, as në xhepin e shtetit e të askujt, dhe nëse punon me një pastërti të tillë, kjo të bën trim dhe kryetrim, dhe nuk do t'ja dish me ekziston njëri në këtë botë tjetër apo nuk ekziston, dhe nuk e njeh në rastin konkret as frikën dhe asgjë tjetër. Pastaja po u tregoj një gjë që është një çik edhe kështu me pak humor, por nejse, do kuptohet thelbi asaj që dua të them. I than një kaçaku, ishte për shpella rrinte ai, edhe zhveshur e bërë e tjera me radhë, edhe i thonë një ditë prej ditësh, i thonë, or po si s'ke frikë ti që rri andej në për këto shpellat, njëri i egër, në këto zgavra e tjera me radhë. Ati ka huqëre, ka këtu plot gjëra, nuk e frikë. Dhe ai u tha, po frika unë jam, tha, kush është frika? Ju na mua keni frikë, na kush keni frikë? Kështu që unë them, jo se kanë frikë nga mua, po kanë frikë ndershmërinë, kanë frikë përkushtimin, kanë frikë profesionalizmin, kanë frikë ligjin, sepse po e zbatove mirë këto edhe të dish të sillesh ndaj tyre, pra ti je që u imponon të tjerëve frikën dhe s'ke frikë nga ata. Zotë Idej, të falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Kënaqësi për mua dhe unë ju uroj juve shumë sukses, edhe e drejtuat me kompetencë, vajzë e re, edhe jam i bindur që do të ecni shumë mirë. Sukses e ju uroj. Shumë faleminderit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.